Përshëndetje gjithve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për një temë ndryshe. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Por dhe videot e javës dhe videon që kam postuar dje, por dhe videot të tjera të këtij kanali. Gjithsesi, do fillojmë, unë mendova të prek diçka të veçantë sot, sepse në datën 6 qershor, Venusi hyn në shenjën e Demit dhe do qëndrojë aty deri në datën 4 korrik. Dhe do doja t'ju thoshja se si do ndikoj ky Venus në lidhje me ju. Venusi është planeti dashurisë, është planeti bukurisë, i vlerave dhe kalon në shenjën e Demit. Është një planet ku sjell qëndrueshmëri, sepse Demi shoqërohet nga stabiliteti. Por do forcoj marrëdhëniet tona gjatë kësaj periudhe dhe dëshirat tona, ju jeni të thirrur që të mbështesni ato dëshirat tuaja, por këtu dashuria nuk do jetë më një ndjenjë kalimtare, por do jetë një angazhim i qëndrueshëm. Sepse Demi shoqërohet me stabilitet, me tokën, me ndjenjën e sigurisë, me plotësi emocionale, nuk vërtet, por thjesht ekziston. Kështu që gjatë kësaj kohe jeni të thirrur ose jemi të thirrur të tërhiqemi dhe të kthehemi drejt kënaqësive cilësore, të qeta, por dhe të vetëdijshme. Është një periudhë ideale për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme, për të shëruar marrëdhëniet me trupin ton, por me parat ose me njerëzit që na mbështesin. Sepse Venusi në Dem na kujton se dashuria nuk është vetëm një ndjenjë, është një veprim, është një ritëm, është një zgjidhje e përditshme ose një zgjedhje e përditshme. Gjithsesi, unë varet ku e keni dhe ju Venusin, por për shenjë e parë horoskopi Dashi e ka te Demi. Dhe do shohim se si do ndikoj për të gjithë ju. Unë do doja të postoja një video ku të flisja për gjitha shenjat e horoskopit, në momentin që të jem e lirë, mendoj që edhe mund ta bëj. Gjithsesi do shohim të përgjithshmen. Dhe ju shoh që ju do harrini të realizoni gjërat që dëshironi. Dosha ju keni manifestuar, mund të keni manifestuar në lidhje me një dashuri, ose që ju të keni një njohje ose një lidhje të qëndrueshme, ose një marrëdhënie të qëndrueshme. Dhe ju do harrini ta realizoni gjatë kësaj periudhe. Në qoftë se ju keni manifestuar në lidhje me një punë, ose në rastin tjetër në lidhje me anën tuaj ekonomike, atëherë është një periudhë që ju do harrini t'i realizoni dhe të krijoni një lloj stabiliteti gjatë kësaj periudhe. Ju shoh që do vendosni ekuilibra në lidhje me marrëdhëniet, me njohjet, lidhjet, por ju do vendosni në një ekuilibër me trupin tuaj, me gjendjen tuaj të brendshme. Sepse ju shoh që do largoheni dhe do lini mbrapa gjithçka që nuk ju shërben më. Dhe këtu flasim, mund të lini mbrapa një njohje që nuk ju shërben më, një lidhje ose një marrëdhënie që nuk ju shërben, për të krijuar, për të shkuar drejt një stabiliteti, ose për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Dhe do shohim se çfarë na sjell karta e ujorit këtu, karta e yllit. Dhe këtu kemi energji të shenjave të zjarit, ju shoh në lëvizje, ndoshta ju do jeni duke lëvizur në lidhje për të realizuar diçka dhe për të stabilizuar dashurinë, njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet në një rast. Në rastin tjetër mund të jeni duke menduar në lidhje me kontrata të ndryshme, me negociata, diskutime, bisedime, marrëveshje, partneritete, dhe ju
do mendoni për t'i realizuar gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë, disa prej jush i shoh në udhëtime. Ju mund të jeni në udhëtime të shkurtra ose të gjata, ose mund të jeni në udhëtime për qejf, për pushime ose udhëtime pune, mund t'i merrni nga më të ndryshme. Dhe kemi përsëri energji zjarri, ju jeni në pritje të këtij stabiliteti. Ju dëshironi ndoshta të stabilizoni veten tuaj, emocionet tuaja, pasionet tuaja, punën tuaj, por dhe anën tuaj ekonomike. Disa prej jush mund të jeni dhe në pritje të një udhëtimi dhe shoh një realizim këtu. Ndoshta ju e keni manifestuar këtë gjë. Në rastin tjetër mund të jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj ose edhe nga ana ekonomike. Dhe ju shoh që do vendosni ekuilibra. Dhe këtu kemi të bëjmë me shenjën e peshores. Gjithsesi, kjo është për gjitha shenjat e horoskopit. Shohim energjitë shenjave të tokës, ju shoh që keni qenë të pakënaqur, të pavlerësuar, ndoshta në një njohje, në një lidhje, në një marrëdhënie, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të vendosni një lloj ekuilibri dhe të lëshoni gjëra që nuk ju shërbejnë. Ndërkohë, për një pjesë prej jush mund të keni të bëni me pjesën e dokumentave, ndoshta ju ndiheni të pakënaqur, ose keni dhënë shumë dhe keni marrë pak. Në lidhje me dokumentat, mund të keni bërë pagesa të mëdha dhe nuk keni marrë ato dokumentat e duhura. Në rastin tjetër, mund të keni dhënë shumë dashuri në një marrëdhënie, keni marrë pak. Ose në lidhje me punën, ju ndoshta ndiheni të pakënaqur nga puna juaj sepse mund të keni investuar shumë te puna juaj, por të ardhurat tuaja kanë qenë të vogla. Disa prej jush mund të keni të bëni me drejtësinë dhe mund të ndiheni të pakënaqur në lidhje me një vendim. Nuk e di, për gjithë ata që mund të kenë të bëjnë me këto situata, ose edhe në lidhje me zyrat të ndryshme, shtetërore flasim. Ndoshta ju ndiheni të pakënaqur nga disa dokumenta që mund të keni bërë. Mund të jenë dokumenta shtëpie, dokumenta makinash, dokumenta për largime jashtë shtetit, dokumenta për leje qëndrimi, leje pune. Dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Dhe shoh që ju keni paqartësi, keni frikra emocionale në lidhje me zgjidhjen e diçkaje. Ju dëshironi vendosni ekuilibra, të zgjidhni situata të ndryshme që keni. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së gafores, por edhe shenjat e ujit përfaqësojnë sepse karta e hënës ka lidhje. Gjithsesi, ju shoh që mund të keni paqartësi, mund të keni frikra emocionale në lidhje me një situatë. Ju dëshironi të vendosni ekuilibrat në marrëdhëniet tuaja ose një ekuilibër me emocionet tuaja. Sepse ju shoh që ju mund të keni dhënë shumë nga vetja, por keni marrë pak. Dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të ndiheni më të keni paqartësi brenda vetes, ose këtu kemi dhe energjinë e shenjës së peshqve dhe të gafores më tepër. Por shoh që ju mund të keni dhënë shumë dhe keni marrë pak, dhe kjo gjë ju ka futur në paqartësi. Ju dëshironi të vendosni një lloj ekuilibri në lidhje me këto situata, dhe këtu ka lidhje me emocionet më tepër. Ndërsa në lidhje me anën ekonomike, dhe aty ju shoh që ju keni punuar shumë, të ardhurat kanë qenë të vogla, ju dëshironi të vendosni një lloj ekuilibri, dhe kjo gjë mund t'ju fusi pak në paqartësi, ose në rastin tjetër mund të keni dhe disa prapaskena në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Të gjithë ata që mund të kenë lidhje me ligjin, me gjykatat, me prokurorit, me institucione shtetërore të tjera që kanë lidhje me dokumentat ose edhe me gjyqje të ndryshme, ju shoh që ju do keni dhënë një shumë të konsiderueshme parash, por akoma jeni në një situatë ku nuk keni qartësi në lidhje me këtë situatë, me vënien e një drejtësie, ose me zgjidhjen e një situate që ka lidhje me drejtësinë. Gjithsesi, shohim largoheni, dhe këtu kemi energjitë shenjave të ujit, lini mbrapa gjëra që nuk ju shërbejnë, dhe ju shoh që do merrni një drejtim më të mirë për vete. Ndoshta ju do merrni një drejtim më të mirë në lidhje me dashurinë, duke u futur në një njohje që t'ju shërbej,
në lidhje të jetë me qëndrueshme, në lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja, në rastin tjetër mund të largohen nga situata të ndryshme që mund të keni pas në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por edhe emocionalisht. Dhe ju shoh që dëshironi të krijoni një lloj stabiliteti. Dhe kemi energjitë shenjave të ajrit, kemi gjashtën e shpatave, ku na tregon që ju do lini mbrapa vështirësit, kemi energji ajri tham, do lini mbrapa vështirësit që keni kaluar dhe do t'i jepni një drejtim tjetër gjithçkaje, sepse shoh e tregojnë 2 letra këta, që ju lini mbrapa vështirësit për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Mund të jetë një drejtim i mirë në lidhje me emocionet tuaja, një drejtim më të qetë në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju mund të shkoni drejt, të lini mbrapa vështirësit dhe për të krijuar një lloj stabiliteti në lidhje me dashurinë, me njofjet që do futeni, në qoftë se deri tani janë bërë njofje që nuk kanë pasur baza të shëndosha, mund të them, tashmë ju do kërkoni gjëra më të qëndrueshme, gjëra më të sigurta. Dhe do dëshironi që të shkoni drejt një njofje ose drejt një lidhjeje që të jetë ose marrëdhënieve tuaja që të jenë më të sigurta. Në rastin tjetër, ju mund të dolini vështirësitë në lidhje me punën nga ana ekonomike, mund të ketë lidhje me dokumentat, me studime të ndryshme. Ju do të jepni një drejtim më të qetë gjërave, por dhe më të sigurt, më të qëndrueshëm. Këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Disa prej jush mund të duan të largohen jashtë shtetit, do lënë ato vështirësitë që kanë kaluar në lidhje me një pjesë dokumentash, për të ndjekur atë rrugën e tyre, po përsëri në qoftë se kjo gjë do ndodh për të krijuar diçka më të qëndrueshme në jetën tuaj. Dhe kemi energjinë e shenjës së gafores, katrën e kupave, dhe ju shoh, por edhe këtu përfshihen dhe shenjat e tjera të ujit, gjithsesi dhe ju do t'i lini mbrapa vështirësit. Ju shoh që do jeni shumë emocional gjatë kësaj periudhe. Një pjesë prej jush mund të jeni të bini pak të trishtuar. Ndoshta ju dëshironi të jepni një drejtim më të qëndrueshëm vetes tuaj, situatave, dashurisë, marrëdhënieve, ose punës tuaj, anës tuaj ekonomike, dhe jeni përqendruar në këto vështirësi që ju keni kaluar. Por nuk shikoni që një dorë nga universi vjen dhe ju dhuron një kupë emocionale, ju dhuron një dashuri, në një rast, mund të jetë një dashuri e re, në rastin tjetër, ju dhuron një ofertë pune, një mundësi pune, por që të jetë një punë e qëndrueshme, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me anën tuaj ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me studimet, mund të ketë lidhje edhe me shëndetin për disa të tjerë. E rëndësishme është që ju do të jepni drejtim. Disa prej jush mund të kenë refuzuar ose ju kundërshtoni që të lini mbrapa këto vështirësi, për të pasur gjëra më të qeta në jetën tuaj. Dhe ju shoh që sikur e refuzoni këtë gjë, ndoshta këtë ndryshim ose që ju të merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Gjithsesi, shohim se si do jetë përfundimi deri në datën 4 korrik për gjithë ju. Besoj këtu ishin të përfshira të gjitha shenjat. Dhe shoh energjitë shenjave të tokës, të ajrit, dhe kemi fillimet e reja, energji uji, të shenjave të ujit. Atëherë ju shoh pak të mbyllur në lidhje me dashurinë. Disa prej jush mund të keni kaluar disa tensione, situata toksike në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet, por ju do të çliroheni dhe keni qenë pak të mbyllur gjatë kësaj periudhe, sepse diçka ju ka goditur në zemër. Dhe po të vëmre këtu kartën, besoj e dalloni.
për çështjet e zemrës, për të gjithë ata që mund të ketë pasur, ju dëshironi vendosni një lloj ekuilibri, por shoh një çlirim nga këto situata, sepse ju shoh deri në këto momente jeni treguar të mbyllur në lidhje me dashurinë. Në momentin që do çliroheni nga këto situata, unë shikoj një fillim të ri. Ju keni një dashuri të re, një romancë, keni një, dhe këtu kur flasim gjërat e qëndrueshme, edhe këto hyn brenda. Nuk do jenë gjëra kalimtare, do jetë diçka që do t'ju japi qëndrueshmëri, siguri dhe ju do ndiheni mirë. Dhe shoh që mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një njohje, një romancë, mund të jetë një lidhje, ose ju do çliroheni nga të gjitha këto situata dhe do gjeni veten tuaj, do ndiheni mirë me veten tuaj nga ana emocionale, ose më saktë do krijoni një qëndrueshmëri emocionale. Në lidhje me një pjesë tjetër, ju shoh që ju keni këtu kemi energjinë e shenjës së binjakëve dhe të peshores, këtu te energjia e ajrit, dhe kemi energjinë e shenjave të tokës që kemi britsjapin këtu më tepër. Ju të shenjës së britsjapit, ju shoh që do krijoni një stabilitet ekonomik. Ju do përdorni një lloj kodi në lidhje me këtë, ose një lloj strategjie, ose ju keni atë rregullin tuaj në lidhje me anën ekonomike. Dhe ju do merrni disa para gjatë kësaj periudhe, do krijoni një lloj stabiliteti, ose do harrini të menaxhoni paratë tuaja, një pjesë prej duke kursyer, ose pjesa tjetër duke investuar diku. Dhe këtë mund ta merrni për të gjitha shenjat, pavarësisht se më fuqishëm vijnë këto shenja këtu. Këtu bëhet fjalë për të gjitha shenjat e horoskopit. Unë nëse do mundem, do postoj një video ku t'i jap se ku e keni Venusin, në cilën shenjë keni, se cila shenjë, dhe aty të shohim se si do jenë ndikimet për të gjitha shenjat e horoskopit. Gjithsesi, ju do harrini, dëshironi të vendosni ekuilibra, por këto ekuilibra do t'i vendosni nëse ju do çliroheni nga tensionet e së kaluarës tuaj, ose nga situata që ju kanë stresuar, ju kanë tensionuar. Dhe unë e shoh që do çliroheni. Dhe do keni fillime të reja në lidhje me punën nga ana ekonomike, por ju do përdorni një lloj kodi në veten tuaj. Si në lidhje me punën, në lidhje me anën tuaj ekonomike, në lidhje me dokumenta të ndryshme për pjesën tjetër, por dhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore, për të krijuar diçka më të qëndrueshme, por edhe për të qenë më mirë me veten tuaj. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së luanit dhe kemi energjitë shenjave të zjarit. Ju shoh që gjithsesi tham që mos i merrni vetëm nga energjia, ju shoh që jeni përballur me shumë sfida, por ju do rilindni si një feniks. Të gjithë ju. Do rilindni nga hiri tuaj dhe shoh që ju do mbyllni situata të vështira që keni kaluar, ose probleme që mund të keni kaluar, si në lidhje me dashurinë, me punën, me anën tuaj ekonomike, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të gjeni forcën brenda vetes për të stabilizuar situata të ndryshme. Dhe ju shoh që jeni përballur me shumë vështirësi, por ju do t'ja dilni, ose ju ja keni dalë, sepse është një periudhë vërtet që tregon, dhe këtu kemi energjitë të shenjave të zjarit, më shumë janë këtu të zjarit, më falni, jo të ajrit. Ju jeni përballur me shumë pengesa, por shoh që ju do t'ja dilni me sukses në të gjitha llojet e situatave. Të gjithë ju, sepse shoh këtu keni kaluar vështirësi, këtu jeni përballur me shumë pengesa. Dhe këto mund t'i keni hasur si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, në lidhje me punën tuaj, me studimet tuaja, me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me familjen, ose në rastin tjetër, në lidhje me punën, me partneritete, me bashkëpunime, me fillime të reja që ju mund të keni pasur, por ju do t'ja dilni dhe do gjeni forcën për të stabilizuar çfarë do lloj situate që do keni, sepse ju thash, kemi forcën në kartën e luanit, kemi edhe energjinë e shenjave të zjarit që tregon pengesave, ju do t'ja dilni me sukses. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjit, se çfarë ju thonë, si në lidhje me dashurinë, por dhe nga ana ekonomike, por dhe situatat të tjera.
dhe kemi kartën 0, mesazhin. Atëherë kjo është ju thot një moment besimi, thot. Ndiqni ëndrat tuaja. Mos si largoni mundësit që do t'ju jepen gjatë kësaj periudhe. Dhe këtu flasim. Ju do filloni çdo gjë nga zerua. Ju keni ëndrat tuaja. Dhe në qoftë se keni një ëndër, ju dëshironi të futeni në një njohje, në një lidhje, të çoni para marrëdhëniet tuaja, atëherë thjesht është një moment që ju të besoni te vetja juaj. Dhe të ndiqni atë ëndër që ju keni. Ndërsa dhe mos largoni mundësit që ju jepen. Ndërsa në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, dhe aty keni ëndrat tuaja, kuptohet, në lidhje me studimet, me situata të ndryshme, me fëmijët tuaj, por thjesht është momenti që duhet besoni te vetja, të ndiqni ëndrat që keni, ose dhe ëndrat e fëmijëve tuaj, dhe mos largoni mundësit që do t'ju vinë gjatë kësaj periudhe, sepse do jenë mundësi që do jenë shumë të rëndësishme në lidhje me gjithë ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshme të kësaj videoje, dhe ju uroj vërtet një periudhë të bukur deri në datën 4 korrik. I keni të gjitha mundësit për të stabilizuar çfarëdo lloj situate dhe për të kërkuar qëndrueshmëri dhe gjëra më të sigurta në jetën tuaj. Atëherë dëgjojmë në videon e radhës.